Mund të shaj, po për vendimin aktual, ose për mos vendimin aktual me që sot jemi me 8 antarë, nëse bëhemi me 9, dikur. I jep kjo drejt mazhorancës, apo qeverisë, apo Ramës, ta riçojë dhe njëherë? Ka vendimin, po jo. Unë kam të shkruar vendimin, pra ka nxjerr vendim. Pra është vendimi, thonë. Formalisht ka vendim. Tani ky vendim është kushtetues ose jo? Po kush e vendos të? Këtë e vendos kushtetuesa vetë dhe detyrimi ligjor që ka gjykata kushtetuese ku në nenin 72 pika C të ligjit mbi funksionimin e gjykatës kushtetuese jepet detyrimi, i cili është një detyrim parimor. Gjykata kushtetuese vendos me shumicë votash. Dhe parimi numër 1 i çdo gjykate në botë është që duhet të vendos. Dhe për këtë arsye trupa gjyqësore bëhen tek gjithmonë. Gjithmonë duhet të ketë një vendimmarrje. Çdo vendim trupi gjyqësor, i cili nuk është me vendimmarrje me shumicë, por është me barazim, është antikushtetues. Dhe nëse ti je pjesë gjykatën evropiane e drejtave të njerëzit, kemi shumë precedente edhe të vajtur nga Shqipëria, ku rezultatet kanë dalë barazim këtu dhe i ka kthyer me njëherë gjykata e drejtave të njerëzit, sepse cënohen thotë. Shive çfarë cënohet? Nuk sigurohet shumica. Cënon kurimin funksional, do ta shpjegoj ç'është kurimi funksional. Juristi tregon më mirë tani se nuk di ti them avokat, po s'është avokat, është ekspert për këtë punë dhe ndërsa privohen palët nga një vendim gjyqësor efektiv. Çka do thotë? Gjykata kushtetuese, duke cënuar parimin kushtetues, nxjerr një vendim antikushtetues. Ç'është ky vendim? Ky s'është vendim. Nuk është vendim sepse media më njëherë, përgjithsisht media politike interpretohet u rrëzua kërkesa. Jo, s'është rrëzuar, nuk është gjyku çështja. Konsiderohet e rrëzuar. Jo, e ke në vendim. Të lutem, ajo, lezohet. Të lutem. Të lutem. E ke me nen. Do bëj konsiderohet e rrëzuar. Do bëj interpretimin. Ta bëj interpretimin. Parazimi të rrëzon. Jo, e ka shkruar Neni 73, pika 4, thot qartësisht, kur nuk formohet shumica prej 5 gjyqtarësh, kërkesa konsiderohet e rrëzuar. Dakor, më po them, vendimit konkret thot në fund fare thot kërkesa e kryeministit konsiderohet kërkesa quhet e rrëzuar. E ka vetë mendim. Është vendimi. Vetë vendimi është antikushtetues. Çdo gjë që kërkohet brenda është absolutisht antikushtetuese, sepse nuk e lejohet gjykata kushtetuese të dalë pa vendim. Çështja tashmë nuk quhet e gjykuar, dhe një çështje që nuk është quhet e gjykuar, nga instanca më e lartë i jep të drejtën palës të vazhdoj procesin e kërkesës në instanca të cilat japin vendime. Dhe sot, prisem. Na fakt. Do të shpije. Dhe sot, qeveria shqiptare si palë në këtë gjykim, ku në instancën më të lartë u mori vendim antikushtetues, por përveç vendimit antikushtetues, nuk u dha as vendim. Pra, nuk u gjykua çështja, i lidhe drejta që të vazhdoj procedurën në instancën më të lartë. Kush është instanca më e lartë? Gjykata Evropiane e Drejtave të Njerëzit. Kjo është instanca që e njohin shteti shqiptar si nënshkruesi i konventës. Nuk ka në Shqipëri. Në Shqipëri është zëruar problemi. Çështja është, një çështje pa gjykuar, a duhet ta ekzekutojë qeveria? Të çoj në padin në themel. Absolutisht. Dhe ne kemi precedent në Shqipëri ku 2 individ në Shqipëri kanë marrë nga gjykata kushtetuese vendime barazimi, ka kthyer GKK-ja, sepse nuk e pranon, sepse cënohet 2 parime themelore të gjykimit, që është funksionaliteti i gjykatës, që do thotë duhet detyrimisht jap vendim. Le ta jap negativ, po duhet ta jap vendimin, dhe dyta efektiviteti i vendimit. Pra unë si palë që futem mua zotëriu, ti je me ngarkuar me ligj me kushtetues që t'japësh detyrimisht zgjidhje problemit. Nuk mund të futesh, të lejon njëri ty me parim kushtetues që ti të futesh në mes. Lutem, sa ata shtyn 5 herë vendimin. Dhe tani, në këto kushte, jo vendimin. në rezultat, vendime ka e kanë nxjerrë. Çfarë kërkojmë ne tani? Ata shtyn 3 herë. Tani nuk e di ç'kërkojnë ata. Unë di që ata këtë vendim nuk do ta mirën kurrë, sepse s'ja lejojnë kushtetuesa. Ose jemi në kuadër të një vendimi antikushtetues. Si zgjidhet? Për mua e vetëm një instancë tani, që ligjërisht njihet shtetin shqiptar, se s'ke ku të vesh më tepër se gjuhë, është vetëm që KK-ja, asgjë tjetër.